Po pas një dyshim që do të thotë blokada në Kuvend ka drejt për drejt ndikim në proceset integruese të Kosovës. Dihet fakti që Bashkimi Evropian ka miratu një fond të rritjes me miliarda euro për Ballkanin Perëndimor, e nga ky fond përfituesja numër 1 është Kosova. Por si rezultat i kësaj blokade, Kosova nuk ka qasje në këto fonde, e që shifra është mbi 820 milion euro. Dhe në realitet, ne rrezikojmë nëse vazhdon kjo blokadë deri me 1 korrik, Kosova e humb mundësinë që të ketë përfitime s'paku në 90 milion euro e para që dedikohen kryesisht për reformat në ekonomi, për reformat në arsim dhe për rritjen dhe mirëqenien sociale të qytetarëve të Kosovës. Pra, në realitet, arsyeja është se kërkohet të miratohet marrëveshja me Bashkimin Evropian në Kuvendin e Kosovës dhe institucionet tona, si duket, nuk e kanë një gjë të tillë parasysh. Dhe mungesa e implementimit të kësaj marrëveshje me Bashkimin Evropian do të ketë pasoja të drejtë për drejta edhe në rrugtimin tutje të vendit tonë. Rrugdalja besoj që do të kishte më shumë presion nga Bashkimi Evropian si rezultat i prioritetit për zhvillim të gjatëmbashëm. Në njëjtën kohë skena politike do duhet që interesat e qytetarëve, interesat e Kosovës të vendos para interesave të tyre personale dhe para interesave të tyre partijake. Por në këtë rast kërkohet marrëveshje politike dhe krijimi një koalicioni që do ta zbatonte, po themi, edhe këtë rrugën apo këtë agjendën drejt Bashkimit Evropian. Është e pafalshme nëse si rezultat i kësaj neglizhence Kosova i humb mbi 820 milion euro fonde nga Bashkimi Evropian. Dikush duhet me jap llogari për këto dështime. Vlerësoj edhe një herë përsëris, nëse s'paku nuk ka vullnet për një marrëveshje politike, atëherë le të themelohet një qeveri teknike, le të miraton këto marrëveshje të Bashkimit Evropian në Kuvend dhe mandej le të ketë marrëveshje politike për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Besoj që deklarata e Trumpit dhe rikthimi interesimit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi është me interes të veçantë. Ne jemi dëshmitar që Bashkimi Evropian ka dështu në një dialog të stërëzgjator mes Kosovës dhe Serbisë, i filluar në vitin 2011, si dialog teknik, por edhe në vitin 2025 ende nuk kemi një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend që nëpërmjet presionit mund ta bindin Serbinë për dhe Kosovën për një marrëveshje. Klasa jonë politike duhet të ishte e përgatitur, sepse mund të ketë qasje destruktive nga pala serbe dhe nga aleatet e tyre, por megjithatë vlerësoj që është me interes jetek interesimi amerikan për Kosovën, sepse Kosova si tërësi është edhe projekt amerikan.